Vllazëm të nderuar, xhamatli të respektuar, me lejoni që përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duke e lutur Allahun Azza wa Jall në këto momente të veçanta, të cilat janë momente imanore, për shkak se është një obligim javor që lidhet me secilin individ, që këtyre individëve nuk I pranohet namazin ndryshe, përveç se duke ardhur me fal namazin e xhumas. Prandaj ardhja juaj dhe ardhja e besimtarëve është vërtet një kënaqësi shumë e veçantë për secilin besimtar. Edhe ai I cili e don Allahun, e don ditën e takimit me Allahun, edhe don me u taku me Resulullahin alayhi salatu wassalam, edhe dëshiron me kalu për kësaj dunjaje me iman, për të dhënë gjavab, për të dhënë përgjigje natës të dhurrit, unë jam I bindur se mëse spret me u bë e xumaja dhe me ardhë në xhami me kry këtë obligim madhor, për të cilin më shumë se sa obligim është, më shumë se sa detyrim është diçka që pa ta nuk ka mundësi me ekzistu ndjesia e besimtarit. Andaj, vllazër të dashur, ne përveç se vim në xhami për të kryer këtë obligim, për të mbushur këtë detyrim, ne vini edhe të njëjtën kohë për të mësuar edhe për të ngrit me iman edhe me të gjitha vlerat morale, intelektuale që I ka obligim secili besimtar. Andaj, ardhja juaj vërtet është një ardhje e bereqetshme. Vërtet është një përgjigje madhore, sepse të gjithë ne cilët jemi prezent këtë vend të shenjtë këtu, vllazër të dashur, bëhemi mëse të bindur se ne dhe të gjithë besimtarët anë kanë botës kudo që janë, edhe në këtë ditë I përgjigjen Zotit në ftesën e Tij, në thirrjen e Tij, ata drejt për drejt janë musafir të Allahut xhelle xhelaluhu. Prandaj ti jesh musafir I Allahut është madhështi shumë e madhe për secilin njeri. Ti jesh prej atyre të cilëve ta ka mundsu Allahu, ti u përgjigjesh urdhit të Tij, sa njeriu sot ka dëshirë me kon këtu, por për arsye të ndryshme nuk është. Qoftë smundja, qoftë belaja, qoftë burgimi, qoftë lloj-lloj arsyetimi njerëzit sot kanë, a ka plot njerëz të cilët për mungesë hydajeti, mungesë udhëzimi, mungesën e dritës imanit, apo mëmbën e imanit që të ka dhënë ty, e ati nuk është e ndezune, vllazër të dashur të duhet të momente pas me nuk me thonë alhamdulillah. Me thonë alhamdulillah fuqimisht, sepse në këto momente nuk ka vend më të bekuar, edhe nuk ka qaste më të lavdërume edhe më të veçume, se sa ti me konë shtëpin prej shtëpijave të Allahut të xhenat. Sepse xhamiat janë shtëpi prej shtëpijave të Allahut. Wa anna al-masajida lillah fala tad'uuhu ma'a Allahi ahada. Që të thotë gjuhën shqipe, dije të Allahut. Kërkush nuk ka drejt me thonë kjo xhamia jam, ajo xhamia jote. Këto janë xhamia të Allahut. Edhe në xhamia të Allahut adhurohet vetëm Allahu. Këtu janë ardhur vetëm për Allahun. Ai që vjen, mirë se vjen. Ai që s'vjen, Allahu ja mëson me ardh ya Rabbul Alamin. Nëse s'e ka mësuar me ardh me këmbë të Tij, kam ja mësuar me ardh me këmbë të huaja. Po tash sa I kryen puna ja, ajo është mes Tij dhe Allahut. Nuk është mes neve edhe ti, po është mes Tij edhe Allahut Azza wa Jall. E sa të jemi na të gjallë dhe me gjallëri, e kemi obligim ju fol njerëzve, mos I leni punë të me u vanu, se sa I smut, sa të lakmi të merë që ti e në xhami, edhe thot, si kur t'i shakoni gjallë, e si kur t'i shakon kom të mija, e si kur t'i shakon me shnet, e më kom bashkë sot me besimtar këtu në xhami. Allahu Azza wa Jalla mundsoft, e ajna ndihmoft, mirë për vllazni, para se me u thëllu në temë. Allahu xhelle xhelaluhu ka tregu se qysh njeriu kur del për shtëpisë me çfarë intensiteti duhet me dalë për shtëpisë. Për arsye të ndryshme. Njëri del për
për shtëpi vllazni për me dalë me shku në punë. Njeri quhet del për shtëpi për me shku me fal namazin. Njeri del për shtëpi për arsye të ndryshme. Mirë për vllazën. Nani telefonat mund si vllazën. Mirë për vllazën të dashur. Allahu Xhela Xhelaluhu e ka përmendur në Kur'an, ka treguar me një gjuhë shumë interesante çysh njerëzit quhen me dalë me lyp rrezikun. E ka përmendur Allahu Azza wa Jalla çysh njerëzit dalin me shku me fal namazin. A ka përmendur Allahu Azza wa Jalla madje çysh njeriu gjatë jetës tij duhet me lyp xhenetin, edhe ka përmendur edhe një rrugëtim tjetër, ka thonë çysh njeriu duhet me lyp takimin me Allah. Për secilin destinacion Allahu ka përdorur shprehje të saktuara në Kur'an. Pjanisur prej rrezikut. Ka thonë Allahu në Kur'an, famshu, ecni. Ne mos u god, nëse nuk mundi me marr diçka tjetër përveç sa që e ka shkruar Zoti. Edhe nuk i ka thonë Zoti se ku. Domthonë nuk e ka thonë mai shprehje diçka mulni amoni kur. Po ka thonë ecni. Shumë thjesht, ecni me punë pa. Mirë për hak ibadetet Allahut jo. Në hak adhurimeve tjera jo. Në hak ziaretit prindërve jo. Në hak hakun e huj jo. Esni, thëmë shumë, ka thonë, esni. Sa bukur që mundohu me kuptu urdhën e Allahut, thëmë shumë, esni. Mos rëne. Jo, se edhe uji që rënë niku nuk pijet taj. Matje qaj uji që spijet zërë që mundu me mora vdes me ta. A kemi parasysh të tani vinë qëtu. Qëllimi është esni. Nuk bërë muslimoni me nej. Ajë mu në zëtë. Ajë që të dhëtë me nej. Ajë po punë shumë keqme të kuptuarit e ti. Mes ti edhe fjallëve të zëtit. Allahu ka thonë puna. Eci. Musreni me. Eci. Pasaj, kër e ka përmen namazin, dole e fogën e namazin, dole e njëse me punu, erë vokti namazin. Erë vokti gjumos. A dhe që ka thonë Allahu? Fes'au. E që tash ngutu një pak. Por të ta esni, tash ndrë një pak hopat ma shpejt. Fes'au. Arabisht fes'au i bjen ngutu pak ma shpejt. Ngutu pak ma shpejt. Fes'au ila dhikrillah. Ngutu pak ma shpejt ti me përmen Allahun. Këtu përshajna me përmen amin Allahun. Asë një amin dyje të tjetër kënë me përmen pas amin Allahut. Ja, për adhurimu. E pastaj ne lutem me Allahut për pejgamberin, e pastaj lutem Allahut për familjen e tij, e pastaj lutem me Allahut për pejgamberin, për shokët edhe për familjen e pejgamberit, i lutem për njëri tjetrin. Do mos ta vesh Allahun të përmend. Ka thonë fes'au ngutuni. E tash vazni e ka përmend Allahu zotëri në destinacion tjetër. Cili është xheneti. Çka ka thonë për xhenet? Ka thonë wasari'u. Gjenneti për ju pret, vrapani ila gjenne. Ku? Të gjenneti. Po kush o gjenneti? Ka thonë Allahu arduha samawati wal ard. Gjenneti është ma i gjonë se tok e qirë e mestyne qka ka. U iddet lit muttakin, është pregadit për ata të dëvëqmi. O Allah po kalzana cilë të dëvëqmi, mesin atyne që ka përmen Allahu të dëvëqmi, ata që fale. Ata që vetën e frënujnë, idhnimin e izolujnë, për hotër të Zotit, bojnë gajre, ati im shef, ati im bështetën, punë të liga im shefin, të metat im bullojnë, Allahu me gjenet kom i pakë. Do më sari u, që ka përmen, të shkalo mahma. Kër ka përmen mu taku me Allahun, e ka përdur Allahu një shprejë tjetë. Cile shprejë ka përdur? Ka thonë, fefirru ila Allah. Shqip qysh me përkëthy, i bjen ikni, po ku me ik ta Allah. Ikni, mundi, ku ta Allah. Fefirru ila Allah. Përshë, kër ka përmen për jetër, ka thonë fëm shumë, esni. Kër ka përmen për namaz, ka thonë gutun edhe pak, fes'au. Vrapani mos u vanani, ja jes ba mu vanu. Vrapani, kër ka përmen për Allah, ka thonë, sa të mundi, jepni se pasha zëtin, pa u taku me Allahun nuk pa. Qaj që e dënë Allahun, qaj që e lyp Allahun, a e gjenë Allahun. Ka thonë pejgamberi a.s. me hadith kudsi. Hadith kudsi e në fjallë të Allahut, përse në Kur'an. Lasni du të mi dalu
fjala e Allahut është Kur'ani, po Kur'ani është i veçantë, e ka fjalë të Allahut, cilat i ka fol pejgamberi alayhis salam, ato quhen hadithe kudsi. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, me fjalë pejgamberi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me fjalë të Allahut. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ka thonë o robja e Allahut, ti më kom, unë para teje. Ti janis me ecë ka unë e filloj me varaku ka te, që kështë Allah. Pse vllazni duhet me ditë në këto argumente? Në këto argumente duhet me ditë vllazni për mos më frigu, edhe kur mos me pritu, kur njerë besimtari nuk u zënë vllazët e dashur mund të shkru, kur njerë besimtari nuk u zënë në asë një rëthon, para kaderave të Zotit më dërzu. Por besimtari duhet gjithmonë shpërblimin Allahut me shpresu, edhe fuqimisht veç Allahut me i besu. Qatër ti kime fitu, se Zoti këto ta ka garantu, gjenetin ta ka ndërtu, ma dje vetëm për ty e ka spukuru. Allahu këtë ka mundësi, pra ndaj me fjallë të vetan, Kur'an në ka kalzu, pejgamberi alayhis salam në ka qu. E këto e kena obligim na, muslimat me besu. Andaj i madhi vogël, drejt rrugtimit tërë, drejt Allahut nuk ban me pritu, për në vazhdimësi duhet me shku, se Zoti ka me naksun ditë kiametit, kur me pejgamber e me shahid nuk taku. Insha Allahu dhul Gjelal, kësaj dëshiri, kësaj dashurie dhe kësaj dëshire, kësaj lutje, thuani amin. Amin, insha Allah, se me lejnë Allahut shtu ka me ndodhë, dhe kjo ka me ngjatë, se është premtimi Allahut dhul Gjelal. Vllazët e dashur, në një kohë, një pasunit mëdhe, ka që Zotit, por varfënohet shumë zemër. Edhe ky kur varfënohet në zemër, i dhimet me dhonë zeqatin. Kur i dhimet me dhonë zeqatin, atëherë këqyrë në atë ko ka posë vreshtat më dhaj, ka posë bashqet mëdhe, edhe molla, dardha, kumla, edhe për se cilës duhet me dhonë zeqatin. Është nisabi, është mosa caktume, e planifikume, so duhet me dhonë. Mi për jo vllazni me dhonë atë fryt i cili është i dëpt, a i cili ronë tu, e cili ka fillu mu kojnë, po me dhonë matë mirën që është në ramë. Qaja e cila është shnush, edhe i ka zgjeva, ma ta stofin e ti, edhe ka thonë shko që e filën fukares. Kure e shku me a që filën fukares, e ka pojë i shkreti, subhanallah, ka thonë, ka thët, kejtë gërdoja, kejtë senet kajta, mullat kajta, me kryma, kejtë. Atër që ka thonë kërë, që atë shkurte që ta mushi me qëtu gërdoja, thët shko musha thët me do lula, me do trandafila, e ka në mush me do lula, me do trandafila, ka u shko qenë në zëtënis. Edhe i zëtënia ka thonë, pëse më mi ka punë kërë? Pëse më mi ka punë kërë? Vetë, kush është ajë që mi ka punë këtu, mëlla filën shpia, tanë, ku me shku që ka me po, fukar Allah. Dejtë, selamu alaikum, tha, te tha ma kërësil, tha shportën mu, me plet, drandafila, gjyla, lëj lule, tha pu. E tha, e pse? Po tha ti më kishe prun plena mu, e unë thash prun bilit bi lule, se s'ka ma shumë lule të tallohit, e ti pi ty. Edhe mëlla të tallohit, po Allah ty ti ka lo me të sprovu. Për me ditë i s'farë për logu i. Thëtë ti më ke prunë, thëtë mu, thëtë gërdoja, për të s'ki fajti, thëtë sepse njëri jep që ka konë zemë. Nëse e ki mullën e shlush në zemë, ma këshënon mullën e shlush, e s'ma këshënon gërdojnë. Thëtë unë e thëtë mullën shlush, a nuk kam asë në zemë, asë të, pili lula thëtë kam, që merri lula. Qështë e kam zemë, thëtë dha. Atër vllazni besimtar. Kur njerë nuk bënë me nënqmu, ati cili nuk ka. Kur njerë mozët të doshën nuk bënë me nënqmu, ati cili, për një moment, është rëfonë, sa njeri ka qenë shumë i posën, së dhe shumë i vorfën. Sa njeri ka qenë shumë i vorfën, së dhe shumë i posën. Po përse cilin Allah e din pse dhe qysh. Sa njeri u vllazni ka posë punë shumë mirë, së dhe i ka shumë keqë. Sepse Allah e spërëron këndën edhe qysh të dënë. Një zëngjim, me sy nuk pëjshen me gjatë e vejtë të tara, dhe se shumë pasuni ka folë Allah. E dhe tha, veç u shëtet këtë i këqyrë raptar të punu. Po njëoni prej shëtërve ti raptar, fetar i madhë,
alhamdulillah, e ljumia që më kalon Allahi. Ky tha, nërhije, pike kofe, pike qaj, i që kanë thire me tha që apo që ka përmene Allahi shumë. Thire! Tha, pse mërkur, tha ti gjithë keq, knatësi, këtë lecet në një tërë, tha unë e knosh nuk janë. Tha, ta në ty kam në knosh janë. Tha, kur të thush, tha, pej zemre, la ilahe illa Allah, Allahu ka ma ta mundësu ti mu knosh edhe mu kësu. Po ti kur nuk e ka thonë pej zemre, por ka thonë pej mojë të guhës. Për këtë arsye, tha, nuk ta ka mundësu Allahu. Atër tha, prit, tha, du me të vejtë dhe diçka. Qka? Pse tha, Allah nuk e kalon krejt mu konë posën. Nësë ku ljot na me dhonë se qote, me dhonë satoke, me dhonë lëmoshe, me paksu pasunin tonë, po duhet mi dhonë njerëzve, dikujt me afon burqen e dikujt, mi dhonë përqe, dikujt kështu e dikonin me shliru e dikush, halët e njerëzve nuk nonin. Atër tha, a e tim se dha se kalon Allah i këtë posën mu konë? Tha e nuk e di. Ky pasunin nuk e në të vofë, nuk e di. Tha që të shkun të kanë zeta. E kalon Allahu, tha, që dikush më koni posën e dikush më koni vofën, tha, për shkak tha se ai qëri është i vofën, si unë e tha, du të morë tha me ta punu të këntonë, tha se nuk konë pasunika tonë, tha, kush ta kish punu tha ty orën? Kush ta kish pastru ty oborën? Kush ta kish bo të punë të cilat ai i cili ka mundësi nuk i bën? Këto punë që unë se për ty i bëj. Atër vllai dashur, besimtari duhet mu pajtu me caktimin Allahu. Edhe duhet mu gëzu për atë të mirë që ta ka dhuru Allahu. Allahu azza wa jall e din. So njeriu, sot i ka mundësi, por nuk i ka knatësi. Mos e harroni çto. So njeriu i ka mundësi, por nuk i ka knatësi. So njeriu, dynjoja vllazni, dynjoja vjen edhe Allah azza wa jall nuk e ka dhënë kërkujna për gjithmonë. Kemi ndëgjuar për një dietar të madh i cili ka qenë me përjavë prej Kosovës. E ka pas emrin Kadri Sokoli. Ky Kadri Sokoli me emrin Kadri Sokoli shumë pak e njëftë. A ne ka dhu emrin që ka vënu pastaj kur u shku në Damask me jetu Abdul Qadir el Arnauti. Baba i tij vllazni, baba i tij gjysa i stokit i shkon e tina para 100 vjetë. Zëngjim, qka të shë, vrella i stokët dur të tina. Lërgohet për i tujt, mreti, vjen, Serboslovi, vin një për të cartë dëshonit, la'nehumullah, vin edhe një pjesë të madhe të tokave tëna ja kanë dhonë, shkire. Jo, është da kena përjetu me lëkurë. Sa toka e shqiptarve, është morë pa drejtësisht prej armikut barbarë. Edhe të dashuri të mi, quat ai s'kish pas mundësi me vazhdu. Qetnik bilinista ka pasu qetnik. Qetnik të mëdhaj. Dhe djetë se man Kadria në komë me kanë kënu në historina, i qajat ndryshme në krahina. Edhe quat atë s'kish mu posi ta, o duhet me lëshuj. Edhe quat me lëshuj. Edhe shkujnë ku më shkujnë Damask. Kur shkujnë Damask, që për Shekha Abdul Qadir, 3 vjetë i shkon. Edhe bënë me në të e lypë halallin, për me rri, me halal. Se nëse shetë një djetarë të madhë, mos me na që riba, që ribu u bo, djetarë. Jo të me po asaj një vartë për porëm të mëdhej, prindër mëdhej, që jeni këtu, ju t'jem të risi, dhe mësë. Edhe për juve dikush ka punu që sa t'jo mu konë këtu. Dikush është doshtë me kësu Allahun që ti sa të me konë. Një babë gjëshi yti, një katra gjëshi yti, e ka kësu Allahun dikën, kërkush nuk e din veç Allahun dhe ajetin. E tani u po sebeb, aj e ti më konë gjamin që të. Edhe miro Allahu të mëseshte, gjelle gjelali u. Pra ndaj dhe ti përnu sebeb, për që ta nipa, për që ta mesa, edhe që ta fmirë, që ta pas as tu, më i kira Allahu të mëseshte. Edhe shqeqeni vazët të dashur, tha, djemë të zëta asgirë, vetë 30 ish pas donë. Në atë ku, Damosku i shkon e administrume prej francesve. Kolonizatorë që kanë qenë atë ku, edhe tha, i shujnë ta jabanqi, i vini ju thujnë, apo vini me punu policë të na, tha, ju një jabanqi, kërkush shumë që, e zakonisht jabanqi jam me po qka da, dhe su se në që kërkush, edhe thët, e keni rrugën 5 lira. Rruga 5 lira në atë ku vllazni, në vitet e 30-ta kjo muhabet është, para luftës 2 botërore. Në vitet e 30-ta, rruga 5 lira pas
pas ke mujtin midis Sirije me bleçka, me bleti një shtëpi 2 koqe me 10 ari tru. Me një rrë! Se rriti musliman, kush nuk ka dosh me bashkëpunu atë ku me armikun e vetë. Edhe vazhni, këta gëzën, jabanxhi, qkretit nuk ishin pas post, gjithë shkan harqen kujna me lypja, edhe vjen tha i baba i tyre, ishin kësu moshit, a i zë këtë zëta, fëllitit të bobë, zë për akon, në shku, thuj bobë, që të ku këzu, shujtit, thuj ti, e që të një unë dhe, bobë, tha, e kena gjithë një vend punë, bre, hajde për a i kjo kjo rabbi, po e zdi ti, bobë, qështë ti fëllë pas pejtë, njëri ku e zërë, qërë qau, thë 5 lira, vëtë dhe haja rabbi, pa e me qka me punu? Po nic, qëfar? Mi borgat dëshmonit, pa t'ja shkarohën Kosovë, na ka nuk mu borgat i tjesë, kena pranuar këtu më ju po. Kur? Thët, që të se kena qëtë një punë, thët qka? Me qohë drutën i Furangji, e me hongër buk halal. E me hongër buk halal. Edhe pasha Allah e tha, unë më rrek, tha baba, po ka zëta gjoli ti Mahmudi, është një djetar shumë i madh, është të jetu në Prishtinë tash. Aj po ka zëta, u rrek baba, e u boj zëti, e anisi mësimeve, kër i ka bo 21 vjetë, tha u caktu hëgjë dhe khatib me mojt hytë, me tha një gjami i Damoskut, edhe baba plakë, po e në gjami, tha tjoni moj ke vajzë. Tha, e nisi po konë me lëtë, tha o Allah, ty të kërë shavoj që ma prunejme. Djetar ulema mi o vonë shqiptarit ders arabve. Për këtë arsye vllazni. Edhe tha, po ka thënë në 2004, tha, 18 ditë para se me ndru baba jetë. Tha më thirë, tha, o pirë, tha, Allah e të, tha, sa kom jetë. Për apër kadrin, një djetar, që na shqiptar nuk ja digna vlerën, a kejtë bota islame, këtyne 3 djetarve ja din vlerën. Sidomos në shkencën e hadithit. Edhe më tha, qëre tha për birë, që do për kalzeve të përfundoj, qëre tha për birë, tha. Tha, në emën të Allahit, tha, Kosova shpejt tha më bo shtetë, i fjalla ishtë 2004, ashtë pavarësia u shpallë 2008. Tha, po nuk di, tha, kam bymër, tha, me pritë. Këti idiotin e tha futën, se në përmeshën e më një Kosovë, tha, ka po pakika gjësore, ka koj, tha, pe mollin, për Kosovë, njerës ka nëvujt për këtë Kosovë. Ku për ata që vjellin këtë Kosovë? Ka nëvujt o vlasni, tha koj ke boba, edhe ka usull ke Allah, ma pranëfshe, një duo, shliro Kosovë për shkollë, tha për i këtë duo, pjako, pita mosë. Edhe vlasni, tha, që keme shku, tha, me jetu, tha, mu këthy, prap, tha, kemi jetu. Me shku, tha, me jetu, ama, tha, 3 kushte i ki. E pora, tha, nëse nuk bëhet pavarësia Kosovës, ta mos shka. E dyta, tha, u bo pavarësia, nuk ta dhanë në shtetësim, tha, apet ta mos shka. Edhe treta, tha, kejtë pasur një qaj këti, tha, shkobleje një shpi. Të 3 sene, tha, nuk me që emanet ki. Të kofë shumë gjallë, tha, kemi më këthy bashkë, mos kofë shumë gjallë, tha, të bile shka, unë e tha protest. Që që vlazën të dashur, njerës kanë vujtë shumë, kanë jekë shumë, një munu shumë. Ja, Rabbi, këtë vend, këtë god të bekume që tjetën, shpërblejnë që ata njerë që kanë vujt, e sa pa tjiri të lirë të knaqën, e Allah na mundsoft, e na uvësoft, e na bashkoft, e drejtë rrugës ti na drejtoft. Gjithashtu vëllezër, para se me përfundu dhe me thirë zamin, ne jemi shumë të nderuar sot e kemi një musafer, shumë i nderuar i cili mirët me ilahi, është Artan Shakiri që është ulun që të, është prej Shkupit, edhe pse është do të thotë njeri me aftësi të kufizuar, po Allah i këto e ka dashur me sprovu në këtë formë, por gjuhën ja ka dhënë, zonën ja ka dhënë, kënon ilahi, e këndon Kur'an, edhe na është shumica që përcjellin pistilin e shenjtë. Ka herë kur na kënon Kur'an e me zonën e tij na kënoç, e ka ardhur prej Shkupit me vizitu xhamin e Shqipulit, e me vizitu këtë xhamat edhe imamin e juj. Unë në emrin tim personal, dhe në emrin e juj, e përshëndetin nga thellësia e zemrës, që na ka ardhur pe atje, unë ishte ashtu mas sabahit, me orë, me plus të pos parasysh çfarë, do të thonë gjendje shëndetësore është, por zemra e tij është shumë e madhe, edhe shpirti i tij është shumë i madh dhe ka ardhur. Zoti këto e shpërblet, e i dhosh jetë gjatë, edhe dije se sa njeri në ditë kiametit, ty edhe mu kanë më na marrë lakmi që jemi çdo. Sa kota, po në emër të Allahit, Allah
na begatu, na me të allojnë. Mi ka të dhe qka pak për dujmë ju ketë, me ju shti pak me një farë humorit vëgël para se me thine sonë. Një haqio, këto e kam jaran, edhe jo e keni jaran, edhe kem një vend me bohajrë, edhe munu me bohajrë me zirë një pes, edhe i kam 2 telefonë, një volë, një ipko. Tha hujtë që thati me telefonë, o tha me një, tasha ti haqi me 2 turën e me një. Ti da mund zirë mirë, para se me thire zonën edhe një. Na po dojna ju dini që në gjami Shqipurit fonet gjamë. Inshallah, Allah ma më thot që këtë gjami më po bërim frymëzime edhe për tjerë me fonet gjamë për Allah. E kena po njetë, inshallah. Inshallah tash varët për juve. Varët për juve, po dojna me bo një akt human të ma. Aja është me dhonë gjakë. Me dhonë gjakë. Masi këtë gjami fonet gjaku, me dhonë që dhe këtë gjami jepet gjaku. Ama i por jonë. Kush është interesu, kom bisedu me stafin e transfusionit gjaku në Mitrovic Spital, ata vinë me shkretër, me krejt, plus inshallah me ndoj tiftujnë edhe media, me abo me dije se në gjami na jepum gjak për poplin tërë, se njerëzit ka nevoj, sa njeri. Kush është sebeb që na me menu këto? Ja herë shale, i kujtuat 5 veti pa ta lyp, pa të përgjith 50 veti. Pas të kanë orë njerëz pita në orë me lonë gjak, pa i s'ka pos jetë kanë rrjet, inshallah Allah e shpërbrini arabit. Alemin, e na vlasnije kena po njetë, kush është interesum, mas të mozit që mos nëllet, e shenën emrin. Dhe në boni sondar, nëse paracitet numëri caktum, atër aty me dhemi hajtës. Paracitet i dhe vëllohim, mos hajtë një gjami që po viju në spital, po me ka që në shetë. Am kuptut, që që mas të mozit që mos, aj që është interesum, çdo 3 muaj ditë ko drejt njeri me lonë, është shnet me lonë gjak, a i që ko punë të mirë, me shëtë jo rapi, Allahu i shpërbën këta që dojnë, e ata që zdojnë, e Zotë i barujt, e na një luft tonë. Unë po të qëtë një alon, me në kënu një lahi kë para juve, po e këqyra sa hotin e pas ka i pasha Zotë. Vesh mas gjumoje që dënje, rrim pak, e na kënën një lahi artan, a mund është me tira zonën të? Atëre? Hajde Petret stofi teknik, një mali qëtë në pozicion, në pikë qëtë në. Allah i rujtë janë. Edhe në kasonë të t'i qka po me durat, je po qanë sa da votë më duke, po të qënë edhe dy johë u kry vitin. Qënë të vazhë i sa të se kam parkuar në tarësim, dhe të parkuit. Në tarësim, e një mali.